ka pasur disa zhvillime të rëndësishme që lidhen me sigurinë në vend, duke nisur nga emërimi i drejtorit të ri të Policisë së Shtetit, Skënder Hitaj, deri te paraqitja në SPAK e babait të Ervis Martinaj. Dua ta fillojmë pikë së pari me emërimin e drejtorit të ri të Policisë së Shtetit. Emërimi i Skënder Hitajt i paralajmëruar më herët nga deputeti i Partisë Demokratike Klevis Balliu, që ka thënë se Belinda Balluku zgjeron pushtetin mbi Policinë e Shtetit me bekimin e Edi Ramës. Rrezikohen dëshmitarët dhe forcohen lidhjet me krimin e organizuar. Zoti Softa, ju që e njihni sistemin mirë nga brenda, cilat janë sfidat reale që do të gjejë Hitaj që në ditën e parë në detyrë? Ju falenderoj për këtë intervjim dhe këtë mundësi për të bashkëbiseduar. Sigurisht që ka ditë që pritesh të emërojë drejtori i përgjithshëm i policisë. Sigurisht nuk ka pasur një stabilitet, drejtuesit e policisë kanë ndryshuar 9 muaj, një vit e sa, dhe nuk ka një stabilitet, po e quajmë struktura. Çështja nuk ka qenë emri i personit, se sa stabiliteti. Megjithatë, zoti Hitaj vjen nga Policia e Shtetit, është brenda strukturës, edhe gara 14 personave, të cilët janë të gjithë personalitete policore, janë të gjithë brenda kësaj strukture. Ishte 2 kategori kandidatësh, një kategori që ishin drejtues qarku dhe vinin me një eksperiencë operacionale, dhe drejtues të cilët ishin brenda kupolës drejtuesve të policisë dhe kishin një eksperiencë edhe për sa i përket funksionimit dhe administrimit të vetë strukturës Policisë së Shtetit, pra drejtorisë përgjithshme të Policisë së Shtetit. Drejtori i ri vjen nga një strukturë drejtues qarku, me një eksperiencë të mjaftueshme, me një karrierë të vlerësueshme, dhe vjen nga drejtimi i qarkut të Durrësit dhe qarku i Firit. Pra 2 nga qarqet më problematike, 3-4 qarqe janë ku dominanca e grupeve kriminale dhe kriminaliteti i lartë, Shkodra, Lezhë, Durrësi, Fieri, sigurisht dhe Vlora, që janë qytete problematike. Kështu që kjo lloj eksperiencë e vlefshme dominoi dhe dha një rezultat që mbahet nga publiku mend, rastet e zbulimit të 2 vrasjeve në familje, rasti ku 3 fëmijë vrasin babain e tyre, koha për cilën u reagua, zbulua dhe u arrestuan personat ishin shumë shpejt, dhe një rast përsëri po Durrës, zona periferike, ku kemi arrestimin e një të riu, i cili vret babain dhe ndërkohë fsheu kufomën e tij në pus. Pra këto ishin 2 ngjarje të bujshme ku rezultati i shpejt i policisë dhe aftësia për të zbuluar tregoi atë lloj efektiviteti të kësaj strukture. Sigurisht që drejtoria e përgjithshme e policisë nuk është qarku, është një nivel shumë më i lartë dhe niveli që kërkohet do të jetë jo vetëm operacional, por do të jetë dhe një menaxher i mirë për të drejtuar këtë strukturë. Ka disa sfida përballë drejtorit përgjithshëm. Është sfida e luftës kundër krimit të organizuar, që vazhdojnë të kemi grupe të organizuara në territor, ngjarjet pasbardhura, ku atentatet e pasbardhura vazhdojnë të jenë përsëri në memorien kriminale, por dhe në memorien kolektive të qytetarëve shqiptarë, të cilët kanë përjetuar ngjarje të frikshme, të cilët kanë ndodhur këto në zonat banuara. Kërkohet për të qenë një polici më kompakte, është një figurë që duhet jetë i pranuar nga organizata e policisë, duhet forcoj shumë besueshmërinë tek publiku për ta rikthyer atë mbasti trondite të opinionit publik, por dhe njëkohësisht edhe sulmeve që kanë ardhur nga politika, ku zoti Roda është sulmuar politikisht nga opozita shqiptare, por edhe raste tjera të cilët politika her pas here për shkak të ndryshimeve nuk i ka lënë mundësi një drejtuesi që të merret e para për të ndërtuar një platformë për kohën që duhet drejtojë në mandatin e tij Policinë e Shtetit, por dhe për të ndërtuar një perspektivë të një policie ndryshe, ku përveç anës profesionale kërkohet dhe ngritja e saj për sa i përket mbrojtja kibernetike. Shqipëria përballet her pas here me problematika dhe aq më tepër në kuadrin e konflikteve globale, edhe policia e shtetit duhet përgatitet për ngjarje të mundshme që mund të vinë, qoftë edhe
për ngjarje të cilat mund të ekspozohet Shqipëria dhe është ekspozuar për grupe terroriste, për aktivitet kriminal, por dhe grupe terroriste. A ka nevojë policia shqiptare për një operacion pastrimi, le ta themi kështu, brenda strukturave të saj? Dhe ky është një problem serioz sepse në përgjimet e aplikacioneve Sky dhe Encrochat, që janë si indicie të vënë në dispozicion nga policia franceze, po dhe nga Europol, ndaj strukturës posaçme SPAK, dhe përveç indicjes të përgjimeve të marra nga këto aplikacione, janë ndërtuar edhe hetime, apo janë drejtuar edhe në mënyrë operacionale, në mënyrë hetimore, ndaj personave të ndyshuar, ku kanë rezultuar të përfshirë në aktivitet kriminal. Dhe këta janë personat të cilët janë në nivelet larta të strukturës policore, rasti i drejtuesit të forcës operacionale, rasti i një drejtuesit të një force përsëri e lartë për nga niveli i drejtimit, ku personat jo vetëm janë të përfshirë, por kanë qenë dhe aktiv duke qenë shërbim të grupeve kriminale. Edhe për efekte financiare, por edhe duke i ndihmuar ata me dhëna, dhe kjo është arsyeja që her pas here policia është ekspozuar edhe ndaj dekonspirimit të operacioneve, që ka pas detyruar drejtuesin e SPAK-ut, thoshte që nuk punoi me drejtues të lartë të policisë për faktin se ishte mosbesim për dekonspirim të operacioneve. Policia ka ndryshuar sigurisht që brenda saj janë bërë spastrime, por sfida mbetet që brenda strukturës policore ka persona të cilët mund të jenë të dyshuar të përfshirë në aktivitete të tilla. Rasti i fundit në aeroport të Rrinasit të një atentati, ku një punonjës i agjencisë mbikëqyrjes policore, ku arrestohet dhe personi që e kishte punësuar, duke shkelur kriteret, por dhe duke depërtuar krimi brenda strukturës për t'i përdorur strukturën policore jo vetëm për informacion, por edhe për bashkëpunim, por edhe për t'i shpëtuar operacionet e policisë, por edhe pse jo, të përdorë infrastrukturën e policisë në shërbim të aktivitetit kriminal. A mendoni se drejtori i ri do të ketë autonominë e nevojshme për të vepruar apo do të jetë i kufizuar nga politika? Politika vazhdon të jetë ndërhyrëse në strukturën e policisë. Nuk ka pasur një kohë mjaftueshme, një drejtor, edhe pse përzgjedhja vjen mbi bazën e kritereve dhe ndryshime ligjore, siç është e gara për drejtuesin e policisë, por shkarkimi i zotit Proda tregoi që mandati për cilën e ka fituar dhe për të qenë në krye të kësaj organizate është i pamjaftueshëm. Për faktin sepse në një periudhë të shkurtër sapo fillon të hedhish bazat e një organizimi dhe të një ristrukturimi, ndërhyrja ndaj drejtorit bëhet evidente. Pra, shkarkimi i drejtorit dhe nuk dallojmë dot pjesën kur ka ndërhyrje të drejtuesve politik. Për shembull në qarqe, drejtuesi i qarkut është shumë potent, sepse po shikoni që drejtuesit e qarqeve politik janë kryesisht figura të larta të qeverisë të vendit. Fieri për shembull, Durrësi, Elbasani dhe zonat e tjera kryesisht kanë përqendruar deputet, po pse jo dhe ministra, të cilët janë drejtues të këtyre qarqeve dhe aq më tepër kur afrohen fushatat dhe pesha e pushtetit të tyre ngelet e padiskutueshme në ndërhyrje. Nuk e dim shkallën e ndërhyrjes dhe në drejtim është ndërhyrja, por rasti i fushkrues kur shkarkues zinxhiri i komisariatit tregonte që kishte një ndërhyrje të deputetit të zonës apo ish deputetit të zonës në influenca që kishin pasur në drejtim të strukturës policisë. Prandaj policia do të shkëputet nga politika në momentin kur nuk do të kemi vetëm një kush nevojshëm për të zgjidhur në vendi gare, kur gara do të ishte edhe e ekspozuar, po themi në media, ku qytetarët dhe në rrjet mediave të shikonin se si do të shpaloseshin platformat e drejtuesve të policisë, të cilët aspironin, kërkonin të merrnin vendin e drejtorit përgjithshëm të policisë. Dhe kushti i mjaftueshëm do të ishte nëse drejtori i përgjithshëm të policisë do të kishte ndryshime ligjore, do të merrte dhe votat në parlament, pra do të kishte një votim më të gjerë se sa forca politike dhe do të merrte, po themi, atë vlerë që ka
sikurse zgjidhet nëpërmjet votave dhe merr votën në parlament, prokurori i përgjithshëm, avokati i popullit dhe disa struktura të tjera të cilët bëhen më të qëndrueshme dhe më solide në raport kur ata shkojnë dhe marrin votat në parlament dhe jo thjesht një emrim që vjen nga kryeministri i vendit me propozim të ministrit të brendshëm. Edhe ministrat e brendshëm her pas here kanë ndryshuar. Rasti konkret kur në krye për herë të parë kishim një zonjë e cila në periudhë shumë të shkurtër spostohet për të bërë zëvendës kryeministre duke e lënë në vend si drejtuese politike ministre e brendshme e qeverisë shqiptare. Edhe ministrat dhe drejtorët janë dy nga institucionet që ndryshojnë më shpesh. Nuk e di, po mesatarja e qëndrimit të ministrave dhe drejtorëve shkon rreth 1.2-1.3 vite gjatë gjithë periudhës së drejtimit kur politika post-komuniste ka drejtuar këtë vend. Nuk e di sa është numri i ministrave dhe numri i drejtorëve, po është mbi 9 dhe 10 drejtorë të ndryshuar dhe mbi 10 ministra të ndryshuar gjatë këtyre viteve. Asnjë ministër dhe asnjë drejtor nuk e ka përmbushur mandatin e qëndrimit. Ndërkohë që kemi ministra të cilët kanë 13 vjet vazhdojnë të jenë ministra, ndërkohë që këta struktura kaq të rëndësishme për sigurinë dhe parandalimin e ngjarjeve janë të ndryshueshme. Gjë që pengon, po themi, jo thjesht atë çfarë Shqipëria përgatitet për të integruar, ku policia dhe ministria kanë një rol të rëndësishëm në procesin e integrimit, por edhe në drejtim të parandalimit të ngjarjeve dhe të ndërtimit të platformave të sigurisë kombëtare, të cilët duhet të jenë të qëndrueshme kur qëndrueshmëria vjen me stabilitet institucional dhe jo vetëm me ndryshimin e emrit. Tani dua të kalojmë të një tjetër zhvillimi ditës së sotme, paraqitja në SPAK e babait të Ervis Martinaj, Mustafa Martinaj, i cili deklaroi se sipas tij, të gjithë e dinë që djali i tij është vrarë në Durrës përveç SPAK. Zoti Softa, fakti që familja e Ervis Martinajt po kërkon shpalljen e tij zyrtarisht të zhdukur, a tregon se edhe vetë familjarët nuk kanë më shpresë se ai është gjallë? Përpara deklaratat e tij, të thëna që djali është vrarë në Durrës, kanë vetëm një peshë publike, por jo një peshë juridike. Sepse për të shpallur, o për të thënë që personi është vrarë, duhen prova. Duhet të ishte trupi, duhet të ishte ADN-ja, dhe duhet të kishte prova të cilët të vërtetonin që personi është i vrarë. Gjë që do të ndryshonte statusin ndaj një personi të zhdukur dhe ndaj një personi të vrarë. Familja sigurisht që shprehet për dy arsye. Para, sipas tyre, provat që të japin që djali është vrarë janë fakti që nuk kanë lëvizje bankare, që nuk kanë kontakte me të, dhe disa prova të tjera të cilët nuk janë prova, por janë indicie për strukturën e posaçme apo për prokurorinë e Lezhës, e cila e ka në hetim çështjen. Fakti që kërkojnë, kjo është një nga çështjet më të ndjeshme të opinionit publik, po dhe të politikës. Kujtojmë kryeministrin Rama kur i deklaron dikur Muhamet Rumullaku të ishte drejtori i përgjithshëm policisë, duke i vënë një afat 3 mujor për zbulimin e atij i vrarë apo i gjallë. E një televizje bashkë me ministrin e kohës, kur u bën disa operacionet në jug, me anë polumbarëve për të me dyshimet që mund të gjenin trupin sepse kishin informacion, rikontrolli i banesës tyre duke kontrolluar territorin, disa lëvizje të cilat nuk u bën publike dhe nuk u fol më për të. Dhe fakti që personi ka shumë i kërkuar, nuk ka informacione të besueshme ku çështja juridike e tij do të ndryshonte, tregon edhe një herë që kjo vazhdon të jetë një enigëm ku të interesuar janë familjarët, opinioni publik po dhe vetë politika. Politika për faktin sepse ai u trajtua shumë edhe politikisht, ku akuzat e tij në atë kohë ishin të rënda, ku thuhej që paguante me anë të një borderoje shefa komisariatesh dhe drejtor drejtorish të policisë shtetit, por dhe lidhe me politikanë dhe politikën, ku lidhet e tij, nëse personi do të ishte i gjallë dhe do të kishte dëshmi, do ta trondishin fort politikën shqiptare. Tashmë janë në një fazë që familjarët kërkojnë
ndryshimin e statusit juridik për të thënë që nëse personi është i vdekur, patjetër që ndryshon, po themi dhe disa ka ndryshime të cilët vinë sidomos për pronat. Pronat do të thotë që hapet të çelet trashëgimia pasurore dhe disa të tjera ndryshime që vinë nëse nga i zhdukur do të ishte i vdekur apo i vrarë, por nuk mund të ndryshoj dot situatën lidhur me pasuritë e sekuestruara, mos gaboj 24 apo 34 pasuritë të sekuestruara, sepse ato janë sekuestruar dhe nuk lidhen me gjendjen i vdekur apo i gjallë të personit Martinaj, por ato lidhen me ligjin antimafia për pasuritë, të cilët verifikohen nëse janë të justifikuara në mënyrën se janë vendosur apo jo. A mendoni se SPAK nuk po heton këtë çështje siç duhet? Nuk është në jurisdiksionin e SPAK-ut, është në hetim dhe ndiqet nga prokuroria e Lezhës, sepse nuk ka element të cilët i takojnë kësaj strukture. Pra nuk është çështje e SPAK-ut, është çështje e prokurorisë së Lezhës, e cila e ka këtë çështje në hetim. Nuk ka element të cilët tregojnë grupe të strukturuar kriminale për vrasjen e tij, por vrasja ka vetëm indicie, informacione, por nuk ka bazë që çështja t'i kalojë strukturës posaçme pra SPAK-u. Zoti Softa, pse një person kaq i njohur në botën e krimit mund të zhduket për vite me radhë pa asnjë gjurmë? A është kjo një shenjë dështimi të policisë apo tregon kompleksitetin e krimit të organizuar? Po vazhdon të jetë çështje shumë komplekse kjo, është duke e Martinajt, sepse mund të jenë dy mundësi. Pra, mund ta kenë vrarë dhe ta kenë zhdukur trupin e tij. Trupi mund të jetë i djegur, trupi mund të betonizohet, pra mund të ketë disa forma për të zhdukur, mundësinë që të gjendet apo jo. Dhe personi mund të jetë vetë zhdukje, pra edhe mund të jetë larguar, mund të ketë ndruar identitet, mund të ketë ndruar pamjen fizike, para dhe mundësi dhe aftësi ai ka pasur, dhe jo pak persone janë zbuluar mas shumë vitesh, kujtojmë disa raste në Itali, që mas 30 vjetësh kanë shfaqur personat, dhe kjo mund të jetë në territor të huaj, në territor shqiptar apo në vende të tjera, të cilët nuk e dim nëse personi mund të jetë apo jo i gjallë. Fakti që personi që e shoqëron të atë ka qenë një punonjës i forcës operacionale, i cili u arrestua, mbaroi vitet e burgimit, por nuk tha as fjalë, sepse ishte personi i fundit që e shoqëroi atë drejt Durrësit. Pra edhe ata informacione, dhe ato indicie, dhe ato dëshmitar që ishin, nuk patën mundësi që të kishin prova për të vërtetuar që mund apo jo të jetë vrarë. Prandaj çështja vazhdon të jetë e hapur dhe pra sa nuk kemi një ufom, nuk kemi trupin, personi mund presupozohet që mund të jetë dhe i gjallë. Kështu që vrasja apo jo mbetet ende enigm dhe prandaj kjo çështje ka pushtuar opinionin dhe është një çështje që vazhdon të mbetet në vëmendje të opinionit publik. Ja sapo paraqitet në SPAK për babai i tij, menjëherë çështja merr vëmendje të çantë si asnjë çështje tjetër që të ketë marrë kaq vëmendje të opinionit publik. Sa e vështirë është për institucione të zbardhin një zhdukje kur kemi të bëjmë me përplasje mes grupeve kriminale? Nuk ka të bëjë nëse përplasja është midis grupeve kriminale. Sepse përplasja midis grupeve kriminale ka pasur dhe hetim ku kanë zbuluar autorësi. Për shembull, kur rastet e zbërtimit të aplikacioneve s'ka janë kroçat, janë zbuluar dhe rastet kur përveç zbërtimit të aplikacioneve kemi dhe bashkëpunëtor të drejtësisë, si rasti i Dumanit, ku dëshmitë e tij përputhen me të zbërtimin e aplikacioneve dhe kanë çuar në zbardhjen e shumë rasteve të përplasjeve, të vrasjeve, të cilët kanë ardhur edhe nga grupet më të rrezikshme kriminale në vend. Kurse ky është rast specifik, pra nuk është thjesht një përplasje,
se sa është një enigm e cila është midis personit që është zhdukur apo është vetë zhdukur. Për plasjen e grupeve kriminale, rasti ku mund të kenë ardhur edhe për shkak të hakmarrjes apo për gjakmarrjes kanë ndodhur përsëri që janë zbuluar autorët, sepse kanë ndihmuar ose pamjet filmike, ose dëshmitar, ose personat të cilët janë kthyer në bashkëpunëtor të drejtësisë. Kurse raste të tjera, të cilët vazhdojnë të jenë jo pak ngjarje të pazbardhura, janë ndër ngjarjet më të forta të pazbardhura, vazhdojnë të jenë enigm për faktin sepse mund të jenë shumë faktorë që mund të kenë ndikuar në mosbardhjen e tyre. Mund të kenë brenda persona të cilët mund të kenë pushtet, mund të jenë gjyqësor, mund të jenë prokuror, mund të jenë punës policie, ose mund mos jetë asnjëri nga këta, por është mangësia e momentit parë të provave dhe mangësia e provave të cilët mund të çojnë në hetim për të zbuluar ngjarje të ndryshme. Për shembull, rasti i vrasjes në aeroportin e Rinasit ka qenë prezencë të kamerave, ka qenë në zonë më të banuar, ka qenë një nga ngjarjet shumë të lakuara që më e quajmë si dështim të policisë shtetit. Prapë vazhdon të mos kemi element të cilët po shkojnë të paktën deri tani për zbulimin e autorëve të ngjarjes. Për ta përmbyllur, zoti Softa, do të doja edhe një koment lidhur me dy ngjarjet e ndodhura ditën e djeshme në Vlorë dhe në Durrës, ku në Lungomar pronari i një lokali u dhunua nga 3 persona dhe përfundoi në spital. A janë sot qytetarët në Shqipëri më të pasigurt se më parë, apo këto janë incidente të izoluara që nuk reflektojnë realisht nivelin e sigurisë në vend? Nuk janë vetëm raste të izoluara, konflikte banale të çastit prodhohen shpesh për shumë faktorë. Kemi një shoqëri të ngarkuar emocionalisht, një shoqëri e cila në momentin më të vogël prodhon konflikte dhe nganjëherë konfliktet zgjerohen. Jo rastësisht, për shembull, janë shumë raste ku autorët ndryshëm ose përdorin sende të forta, apo një pjesë janë të armatosur. Rasti i vrasjes tek rruga e Kavajës, kur një konflikt ndodhi me një zonjë që punonte dhe ngacmoi nga një qytetar, bashkëshorti i saj nxjerr armën e zjarrit dhe realizon vrasjen. Pra janë ngjarje të cilët lindin në mënyrë të çastit, por përfundojnë me viktima. Rastet e dhunës në shkolla, rastet e aksidenteve, rastet e përplasjeve të ndryshme rrezikojnë dhe qytetarët përreth, sepse në rastet kur armët e zjarrit përdoren në ambiente publike, rastet e kamarierit apo të kamarierit në Don Bosco, rastet e një punojësi të një hoteli në jug, rastet e 2 qytetarëve të cilët ishin me motor në një ngjarje kriminale në Shkodër, kur po lëvizin të 2 burrë gru me një motor. Pra rastet të qytetarëve të cilët rastësisht janë gjetur në ambiente publike apo në lokale publike apo në ambiente publike, rrugë e tjerë kanë përfunduar me humbje jete. Dhe nëse ngjarjet nuk janë shumë të rënduara, fal rastësisë dhe vendit ku ka ndodhur një ngjarje. Prandaj themi që parandalimi i ngjarjeve shumë rëndësishëm, dhe parandalimi do të vijë kur do të kemi një fushat gjerë për mbledhjen e armëve, sepse kemi një popullsi të armatosur, ku tregtia e armëve nga Kosova apo nga vende të tjera vazhdon të jetë një problem shqetësues, pra jo vetëm armët e 97-s, po edhe armët e reja dhe madje armë elit. Rastet e fundit të armëve të një kualiteti tregonte një herë që krimi po shkon drejt armëve të cilët janë armët e fundit, armë moderne. Dhe gjitha këto armë që merren dhe mbahen, sigurisht përdoren o në konflikte, o në hakmarrje, ose në raste të cilët janë persona të kërcënuar, por në ambiente ndryshme qarkullojnë të armatosur. Dhe rasti i fundit i një arrestimi në Durrës, një 28 vjeçar, që u arrestua nga policia e Durrësit, ishte një person i cili qarkullonte i armatosur, por që shumë vite më parë kishte vrarë shokun e klasës. Pra, të gjitha ata persona që janë me probleme qarkullojnë të armatosur. Dhe fakti që qarkullojnë kaq shumë armë në makina, në
dhe një pjesë që merren me trafikimin e lëndëve narkotike, patjetër që armët janë një rrezik potencial për qytetarët, sepse nuk kemi vetëm krim që ndodh në periferi, por ka një krim i cili është zgjeruar dhe po ndodh sot në zonat urbane.